mendoj që bazuar ato që shohim, sepse në me shpesh na kritikojnë edhe shikues thuajnë si ai ka një kapicik të hapur mundësisë kjo deklarata do të thotë për shikues që shpesh na kritikojnë, na nuk jena e vlo, na nuk parashikojna, na diskutojmë çfarë shohim, edhe çka presëm, pyetja çka pret. Prandaj unë nuk pres në bazë deklarimeve publike që i bali duke janë bazë. Po ky është deklarimi më i freskët publik për këtë, pse duhet t'i shikojmë nga të tjera që kanë qenë më herët. Nuk është i partisë, është një personit partisë. Ç'është? Pra nuk është i partisë. Po veç Lutfi Azili nuk është një kryesor partisë. Kryetari i partisë është ndër figurat më fuqishme politike aty. Unë mendoj që nuk do të ketë dhe nuk duhet të ketë LDK VV koalicion sepse LDK-ja s'ma ke çka intereson, jo nuk interesona, as nuk intereson ajo punë. Publiku i them që nuk jam me vlomja që lua do të ketë as do të ketë punë parimet dhe ofendimet që ja ka bërë VV-ja dhe shkatrimin që ja ka bërë në 12% koalicionin e parë me Vjosa Osmani. Kur zona Ajdarie përmend thot PDK e ka vrarë. Ata, po kjo shpif se s'ka asnjë argument. Jo në shpifi, kanë shpif ata paramezë që e di që kanë shpif se atë njerëzit janë hok për shtyrrana. Akuzat dhe kundër akuzat kemi vërtet. Ato që ka thënë mos, lutem. Ato që ka thënë Ajdari, nuk ka thënë kjo, ka thënë LDK-ja. Po pra, lutem. Kanë thënë diçka tjetër. E mos anë kanë unë po them që as nuk pres koalicion me LDK-VV. Nuk është sinqert për elektoratin e LDK-s me koalicion sepse që tha si që tha Demosaj është tradhtim dhe elektoratit se i ke thonë zban ky e ka shkatruar vendin, është mashtruesi, na ka thonë Ajvan. Për 20 vjet që kemi punuar, atë kemi gjetur. E ka prish dialogun strategjik me Amerikën, e kemi izolimin e Bashkimit Evropian ndaj neve, sanksionet. Po, ishte një letër e famshme ja. Prandaj në qoftë se LDK ban koalicion, atëherë shkatron vetë. Unë nuk befasona kurrë me LDK-n. Asnjëherë s'm befasu. Megjithse Aziri e la çel. Sepse deri sonte tha jo, s'kena ndru qëndrim. Që i bjen nesër mune me ndru. Aq ma po kur pyetja për fitorit do po për të ejtën, që më të marrë ftesa. Për të dielën. Jo, të ejtën ta pritet me marrë